Një perceptim të tillë e kam pasur edhe unë shpeshherë. Thjesht që shpeshherë që perceptimi i tregut është ndryshe nga ai që jepet nga inflacioni. Në fakt, në momentin kur filloi konflikti në lindjen e mesme, që në shkurt që në ditët e fundit të shkurtit, automatikisht Banka Qendrore Europiane pati një rishikim në rritjet e inflacionit, qoftë në ato të ditëve të fundit të shkurtit, qoftë në inflacionin e pritshëm në mars, prill, maj. Ajo që vjen të re në Shqipëri që inflacioni është akoma në nivelin e 2.6%, por që kur shikojmë se si llogaritet inflacioni merret nga indeksi shportës së konsumit që nëse gabohen përbehet nga rreth 30 artikuj. Kështu që momentalisht ka patur një rritje të çmimit të naftës, po jo të energjisë të kompleks. Ka pasur të rritje të çmimit të disa produkteve njësore, po jo të produkteve të tjera. Dhe ndoshta kjo është arsyeja. Faktor tjetër që duhet shpjeguar është fakti që ne rreth 60% të inflacionit që ne kemi në vend, kemi inflacion të importuar nga jashtë, pra vjen si pasojë e importeve që bëjnë nga vendet fqinje. Edhe kjo importimi i inflacionit, në thonë sa na çon që dhe efektet në inflacion të jenë me ndoshta 3 deri në 6 muaj vonesë. Kështu që se inflacioni është 2.6%, sot duhet kemi parasysh që pas 2 apo 3 muaj do shikojmë inflacionin në real, pra do kemi një inflacioni do jetë në rritje, do jetë shumë tepër se sa kjo që është aktualisht.